Njerëzit të cilët janë të fiksuar pas pastrimit, të cilët lustrojnë gjithçka derisa të shkëlqejë, ata që nuk mund të ulen dhe të relaksohen derisa çdo objekt në shtëpi të jetë në mënyrë perfekte në vendin e vet, mund të duken të organizuar në pamje të parë, por në psikologji kjo quhet perfeksionizëm i papërshtatshëm, sepse nuk ka të bëjë vetëm me higjienën, por me kontrollin. Thellë brenda tyre është një zë gënjeshtar që u përshpërit, nëse nuk është në mënyrë perfekte, është e pavlerë. Kjo është arsyeja pse ata e pastrojnë tavolinën 2 herë, sepse edhe një grimc pluhuri mund t'i bëjë të ndihen në krizë, dhe kjo nuk është për kujdesje për veten. Është një lodhje maskuar rënd, sepse perfeksioni nuk ekziston, dhe sa më shumë që ata pastrojnë, aq më të shqetësuar ndihen. Sistemi i tyre nervor ka mësuar kohë më parë se rëmuja nënkupton dështim dhe rregulli nënkupton siguri, por dije se siguria e vërtet nuk vjen nga dyshemeja pa njolla, ajo vjen nga momenti kur ti e lejon veten të pushosh, të jesh jo perfekte dhe të kuptosh se është në rregull çdo gjë. Shërimi fillon qetësisht kur ti fillon të besosh se edhe nëse dhoma është pak rëmuj, unë ende jam e mjaftueshme.